Projekti për rehabilitimin e pjesës fundore të shëtitores Lungomare 2 vijon të jetë ende pezull, pasi mosmarrëveshjeje mes firmave që realizojnë shëtitoren Lungomare 2 dhe 3. Pak muaj më parë, firma 2T, e cila i gjeti një dakordësi me pushtetin lokal, filloi punimet për rehabilitimin e saj. Kjo firmë do të realizojë rehabilitimin e një pjese të shëtitores, por edhe burimin e ujit të ftohtë. Për qytetarët e Vlorës, punimet që nisën shumë shpejt, u ndërpren po shumë shpejt dhe vazhdimi i shëtitores Lungomare 2 vijon të jetë në gjendje të mëparshme. Qytetarët thonë se firma ka pezulluar totalisht punimet, teksa në zonë nuk punohet prej ditësh. Sipas tyre, është e rëndësishme që projektet të vijojnë, pasi pezullimi i punimeve të tyre për shëtitoren mban peng edhe rehabilitimin e burimit. Jam lërë rritur këtu dhe këtu kam bushu gjithmonë. Po i nërë ka pasur detë shumë. Gjitha i gjavori që e morin që a orë këtu, i thash mos e hidhni këtu, i thash, se a i do të aqoj prapa atje. Po? Deti e ka ngritur kokoj këtu. Asi deti përmbys vaporin, jo gjavorin që nuk ka fillor, po bëjnë ca plinda, po se kur do të mbarojnë, se kur do të... Po i ka që vjetë në behar, e fillon, thamë do të bëjmë me plindo, do të bëjmë shu, do të bëjmë shu. Filloj deti e lanë para ata. Se si e kanë. Bëjmë plinda ata dhe thonë që do bëhet një radhë me plinda, pasaj do hedhin betona, qa do të bëjnë punët, ata vinë një javë edhe do të plinda vinë. Ja, shikojte, shi e shkroj, po mase do të mbarojnë a behar e upshet. Vogël se e lanë këta që e fillur, ishe mbarur ajo së gjithfare as 50 metrosh, linjarë, ajo do të ishte, do jam, po dim se si e kanë, ata e din. Mendimi me i qelbur është, do i zësh detit ti, detit që merë të pjesën, se në tjetër mëndje marri. Po. Mirë ishte këtu të regullojt. Edhe një burim që ishte dyte edhe këtu, edhe atë e më fare. Këtu kaloj 2 herë në ditë. Po një... Jo, vetë që kam bërë një 2 tonë këtë që punoj fare. Se situata të një katastrofesh. Burimi është shumë i mirë, ujtë është natural, vjenë në shkemi, bronë në shkemi, po vemi me bidone që shikon, me bidone që të mbushim. Nuk kam bërë një qezëm, një gjë të mirë. Po e pengoj, që të bëjmë? Moshe madhe sa me zimbush aty, në të rinjë të hajde se pa shu po. Unë vi një herë në javët që vi këtuja, kam edhe rrugën që punoj, vi mbush. Si ujë shumë i ujë mirë. Po, punohet vazhdimisht, po. Qa të thot vlaj, nuk e di. Këtu, bën një këshu këtu, shem një rrugë këtu, bën një këshu nuk bën një punë të saktë. Në çdo vend që të veshesh hapi rrugë, mbyllin, nuk... Shumë, vetëm beton shikon ja, si që shikon dhe vetë, vetëm beton. Në çdo vend vetëm beton. Një skrep që qëndron prej muajsh i fikur në zonë dhe asnjëherë nuk punon, as një punonjës që të kryej qoftë edhe një punë të thjeshtë dhe të vetme. Një rrjet portokalli që ka rrethuar kantierin, si dhe bloqe prej betoni që kanë përfunduar në bregdet. Kjo është panorama e vazhdimit të shëtitores Lungomare pas pezullimit të punimeve.